Bismillahirrahmanirrahim. Çfarë këshillon Islami për sa i përket planeve për të ardhmen, planeve për një biznes, planeve për studimet, planeve për të ndërmarrë një udhëtim, qoftë pune apo qoftë për pushime, dhe si na këshillon i dërguari i Allahut në raste të tilla. Pra, duhet të tregojmë çdo njeriu çfarë planesh kemi për jetën tonë? A duhet të tregojmë çdo njeriu se sa e kemi rrogën? Apo çfarë planesh kemi për studimet tona? Apo jo? I dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ty, thotë: Istainu ala umurikum bil kitman. Pra, tek punët tuaja të përditshme, kërkoni mbështetje tek fshehja atyre. Pra, mos i tregoni gjithkujt për planet që keni për jetën tuaj. Mos i tregoni gjithkujt se çfarë rrogë keni. Ato plane që keni për familjen tuaj le të mbeten brenda familjes, nuk ka pse ta marrë vesh njëri. Pse? Sepse dërguari i Allahut thotë: Fa inna kulle dhi ni'matin mahsud. Sepse çdo posedues i një mirësie ka një person që ka smir për të. Pra nëse unë kam një mirësi dhe tregoj për të gjithë, se s'bën, është një person i cili ka smir, ka zili, është xhelos për ato gjë që ti ke. Dhe kjo xhelozia pastaj sjell shumë gjëra të tjera negative. Njëra nga ato është ngrënia në mësysh, për cilën i dërguari i Allahut thonë që syri është i vërtet, pra ngrënia në mësysh është e vërtet, dhe ajo e bën njeriu të shkojë në varr dhe të vjen në kazan. Pra është aq e vërtetë sa që jo vetëm që e ha në mësysh me gjëra të vogla, po e shkakton edhe vdekjen e njeriu. Pra aq i rënd është mësyshi. Dhe çfarë bën tjetër ai personi i cili ka zeli, ka smir? Në le ta zëm, në rast se ti ke ndërmend të hapësh një biznes me një person, të bashkëpunosh me të. Ai që të ka zili, kur merr vesh për këtë, fillon të shpërndon fjalë të këqija për ty, për shkak të zilis, për shkak të xherozisë që ka ndaj teje. Dhe duke përhapur fjalë të këqija, duke thënë për shembull që filani është një person, le të themi, që mashtron ose nuk është i besueshëm tek çështjet ekonomike. Nesër ku ta hap biznesin, shikojeni kur ti bëj hile atij dhe mos i tregoj për të ardhurat e vërteta. Pra fillon për hap fjalë nga smira, nga xhelozia, dhe një nga shkaqet, një nga ndikimet që mund të sjellë kjo është që të prishet ortakëria me personin me të cilin ti ke ndërmend të hapësh biznes. Pra një nga ato ka shumë ndikime, qoftë nga ana fizike, po ashtu nga ana shpirtërore. Pra ikën bereqeti i punës. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam këshillon që punët tona t'i mbajmë të fshehta, planet tona për të ardhmen t'i mbajmë të fshehta, rrogën të ardhurat sa i kemi t'i mbajmë të fshehta. Dhe kjo nuk do të thotë që t'i mbajmë aty të mirat që na i ka dhënë Zoti dhe të mos i japim askujt. Kjo do të thotë që planet të ardhmes t'i mbajmë të fshehta, të ardhurat t'i mbajmë të fshehta, dhe sipas këshillës së Imam Aliut, që thotë çdo gjë që të jep Zoti mbi ato që ke nevojë nuk është për ty. Pra ne këto të ardhmen që i kemi shtesë, pasi kemi siguruar pra gjërat që kemi të nevojshme për familjen tonë dhe për të afërmit tonë, atëherë të fillojmë me këto para që kemi shtesë, me këtë pasuri që kemi shtesë që nuk e kemi nevojën, të investojmë për një të ardhmen më të mirë, që do të thotë ndihmë më shumë për ata që të ndihmosh, dhe të ndihmosh duke filluar nga farefisi yt më i afërm, pastaj tek fëmijë, e kështu me radhë. Pra, ti mbash të fshehura planet e tua për jetën tënde, të mos i tregosh njeriu në mënyrë që ti jesh i ruajtur nga dëmtimi i ziliqarit, te atij që të ha në sysh, dhe në mënyrë që çfarë të ketë bereqet jeta jote, ta kesh siguruar pra mirëqenien e familjes tënde, por edhe të jesh i aftë për të ndihmuar të tjerët. Prandaj të mundohemi gjithmonë që në jetën tonë të marrim shembull të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij.